Por, përtej, kolegja Valmira Hoti ka realizuar një bisedë me antarin e PDK-s në KQZ, Ilir Gashin, dhe kjo është çfarë do të dëgjojmë në vazhdim. Zotëri Gashi, po shkon drejt fundit procesi verifikimit të votave në qendrën komunale në Mitrovic. Çfarë po ndodh sipas jush? Ka do të manipulim të votave, siç keni deklaruar si partia më parë apo jo? Po, procesi këtu sot veç po përfundon, sa i përket verifikimit dhe numërimit të votave, sa i përket votimit në komunën e Mitrovicës. Ne nga ajo që kemi parë, tashmë është shumë pak e rëndësishme vlerësimi ynë personal, çka është më rëndësi që në sy të opinionit publik tashmë ky proces në këtë komunë është i kontaminuar. Përrjedhoj, në bazë të të ankesave që ka bërë subjekti që në përfaqësoj, presëm që në mënyrë meritore organet e drejtësisë të vendosin për vullnetin e qytetarëve, të cilët e kanë shpreh me votën e tyre dhe do duhej të ketë një vendim i cili e rikthen besimin e qytetarëve të komunës së Mitrovicës në procesin zgjedhor. Ky proces, pavarësisht asaj se çfarë është gjetur në kuti, pavarësisht problemeve që tashmë janë edhe probleme të KQZ-s, qofshin ato teknike apo edhe qarkullimin e mundshëm të shqyrtuar të treni bullgar në këtë komunë, është shumë pak e rëndësishme nga ajo çka ne tashmë themi për faktin se tashmë në sy të qytetarëve ky proces është degraduar, në një farë mënyrë ka një rënim të integritetit procesit zgjedhor në këtë komunë. Dhe përrjedhoj, presim që organet e drejtësisë të kenë vendime meritore për ta kthyer besimin e qytetarëve në këtë proces. Pra, kërkoni rivotim në këtë komunë apo jo? Personalisht mendoj që është mënyra e vetme për ta kthyer besimin e qytetarëve të Mitrovicës në procesin zgjedhor, dhe jo vetëm të Mitrovicës, por ky proces ka afektuar në besimin dhe integritetin e zgjedhjeve në të Republikën e Kosovës. Po çka nëse nuk shkohet në rivotim dhe procesohet tutje, do të thotë më shpalljen e rezultateve përfundimtare për këtë komunë? Po tashmë ne gjithmonë nga mentaliteti ynë i nënshtrohemi vendimeve qoftë të PZAP-s apo në fundit të Gjykatës Supreme. Por ne shpresojmë që është mënyra vetme për ta rikthyer besimin qytetar në këtë proces. Do të pas PZAP-s do t'i drejtoheni për në çfarë do të jetë vendimi edhe gjykatave apo jo, Supremës? Po besoj shumë që partia që unë përfaqësoj do të njeh të gjitha rrugët ligjore për ta kthyer atë çka është e vërteta dhe ajo se çfarë ka ndodhur që nënkupton për ta kthyer edhe besimin e qytetarëve të Mitrovicës në këtë proces. Ka pasur edhe kritika dhe ankesa ndaj juve dhe përfaqësuesit tjetër, zotëri Elshani në KQZ, nga zyrtarë brenda PDK-s. Si jeni përgjigjur këtyre ankesave, kritikave? Në fakt nuk ju kemi përgjigjur. Si përgjigjeni atë? Është e natyrshme që njerëz me kriju perceptime qoftë drejta, qoftë pa drejta. Proceset zgjedhore zakonisht shfaqin pak natësi, qoftë nga njohuritë apo mos njohuritë e mundshme në proces, kështu që unë i respektoj mendimin e secilit. Ne kemi një besueshmëri nga kryesia e partisë, nga kryetari i partisë, kështu që po mundohemi ta kryejmë detyrën tonë ashtu siç është pas mirë. Faleminderit shumë, nderuar. Faleminderit edhe ju.